Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me si të veproni me hënën e plot në peshore. Është që do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë në lidhje me zonën me numër 7, që është zona e dashurisë ose zona e marrëdhënieve dhe e partneritetit, ashtu sikurse edhe energjia dhe mbi të gjitha kjo kërkon që të shikojmë ku kemi ose ku jemi në ekuilibër ose jo. Para se të filloj të zbërtej të dy, pra të flas në lidhje me energjinë dhe në lidhje me zonën se si ju të veproni, është që të gjithë ne jemi me të vërtet të kuptoni, ne nuk jemi të destinuar të qëndrojmë të njëjtë. Kjo nuk ndodh. Dhe ajo që duhet kuptoni është që si hëna që ndryshon emocionet dhe mendimet e saj, si lumi që vazhdon rrjedh vazhdimisht dhe do të shkoj në një destinacion, është edhe ajo që jemi të ftuar që të gjithë ne, që edhe ne nuk mund të qëndrojmë të njëjtë, dhe ne ndryshojmë, dhe ne rritemi, dhe ne përsëri fillojmë nga fillimi. Dhe si ta kuptoni, misioni i shpirtit për të gjithë ne është në këtë tokë, që ne ndihmojmë, bebi ndihmohet, ne rritemi dhe ne po ashtu edhe krijojmë. Pavarësisht të sfidave që kemi kaluar, që të gjithë ne jemi unik, dhe brenda në shtëpinë jemi unik, sepse që të gjithë ne kemi një shenjtore. Dhe iri shenjtor është zemra jonë. Dhe zemrën e kemi që të gjithë, dhe kjo zemër mban misionin dhe drejtimin e jetës, që në barkë të nënës është energjia e universit, është energjia e diellit të madh qendror, për të cilën ka krijuar dhe universi është që drejton energjinë. Ndryshe, nëse e njini, ku ne kemi probleme që të gjithë ne të rrasim, o Zot, më ndihmo, o Zot, më bëj këtë, o Zot, më bëj atë. Ose është dhe tjetra, sot ju jeni një person që e ndjeni që jeni rilidhur përsëri e zënë, duke shkuar në për religione, pra fe për të cilën ju jeni lidhur. Okej, por një gjë të kuptoni. Ajo që kërkon ky afat kohor, kudo që të besoni se është drejta juaj, është që të gjithë ne jemi të ftuar të fillojmë të lidhemi me veten tonë, të pranojmë ndryshimet e afatit kohor, sepse që të gjithë jemi ndërgjegjësuar se çfarë po ndodh jashtë, që të gjithë jemi, mund të them edhe ajo në lidhje të varur nga social media, duke parë se çfarë të tjerët tonë dhe bëjnë, dhe akoma nuk arrini të lidheni me veten tuaj. Është vërtet që është social media na ndihmon në lidhje me pyetjet që ne kemi, vetë ne me pyetjet që kemi, por okej që bëni pyetje dhe e kuptoni se çfarë kërkoni, a jeni duke vepruar, dhe në këtë rast, askujt nuk i preket liria, por ndryshimet janë të nevojshme për ne, pra ne mund të ndryshojmë, ne rritemi dhe t'jeni të sigurt se ne fillojmë përsëri nga e para, që do të thotë misioni i shpirtit është 7 vjeçar si mision. Pra edhe kush është misioni i shpirtit, që ne të kemi një jetë të lumtur, jeta është e shkurtër për të vuajtur, dhe drejtimi i jetës tonë për të gjithë, drejtimi personal është 9 vjeçar. Pra, çfarë do lloj që ne do të kalojmë në jetë, ne fillojmë dhe nuk jemi më si më parë,
Pra, nuk kemi as fëmijë, por ne ndryshojmë. Pra, sipas moshës, 18, 30 vjeç, 40 vjeç, 50 vjeç, 60 vjeç, ka atë, pra, cikli 9 vjeçar i zhvillimit të rritjes tonë, pra që do të thotë çdo gjë lëviz dhe është energji. Ndërkohë është, duke qenë se kjo në nafton që të gjithëve për të arritur në ekuilibër, për të kuptuar ku jemi në ekuilibër dhe ku jo, unë ju ftoj që të vazhdojmë së bashku, nuk ju detyroj, unë ju motivoj, unë ju ndihmoj ashtu si u shërova vetë të shërojeni dhe ju, është që të filloni të krijoni rutinën tuaj, me qëllim që të krijoni hapësirë me shenjtoren, me zemrën tuaj, pra që të lidheni me veten. Po që të lidheni me veten me këtë shenjtore, është me të vërtetë që duhet të krijojmë vetne hapësirë dhe kohë, duke filluar me 5 minuta dhe në këtë rast me qëllim që të krijoni këtë lidhje me shenjtoren tuaj, është që do t'ju tregoj 2 rrugë. Rruga e parë është çdo mëngjes, në mëngjes. E para, nëse dilni, zgjoheni, në momentin që lin dielli, thuaj atë që dëshiron në jetën tënde. Kush është dëshira jote? Dhe mbi të gjitha të falenderosh që u zgjove, dhe të falenderosh që keni edhe një ditë të mrekullueshme, sepse në këtë univers të poldshëm gjithçka ekziston. Mbi të gjitha të kuptoni që ne jemi dashuri, ne jemi komplet, ne nuk na mungon asgjë në këtë trup të mrekullueshëm multidimensionar, pra për të cilën krijesa na ka krijuar me 2 mekanizma, mekanizmi i mendjes, për të cilën ne komunikojmë se jemi me frekuencë më të lartë dhe është si flasim. Si jemi duke parë botën, a jemi duke parë me sytë të tjerëve apo me syrin ton, dhe mbi të gjitha, si e shikojmë ne veten ton. Pra, kush jemi ne në të vërtetë? Ndërkohë është për këtë unë do t'ju jap një pra që të krijoni, ju ndihmon, është e drejta juaj, unë nuk ju që të lidheni me zemrën tuaj. Dhe kjo është që të gjithë të imagjinoni, pra imagjinat që në ju komplet nga kokat e këmbët jeni një fluck drite dhe ne jemi dritë dhe kjo dritë zemra jonë. Pra imagjinoje veten. Dikush përpara më ka passhkruar që unë po bëj meditim, por unë nuk arritëm imagjinoj të bëj kështu. Okej, ju lutem, ju nuk keni pse shqetësoheni. Po kur unë them që ta shikosh veten, pra komplet, fluck drite, buzëqesh mrekulli, sepse je dritë. Buzëqesh kur je dhe nuk e pse kërkon patjetër. Kjo do të thotë që ti të krijosh një paqe në brendësi të vetes tënde. Dhe në momentin që ke arritur në këtë qetësi, pra duke buzëqeshur, nëse nuk imagjinon, por nëse imagjinon, si ajo plucka, mani mend si fëmijë si kemi qenë që i bënim në një gotë sapun, sidomos gjeneraca ime sapun, e trazonim dhe me ato tubat e pra të kashtave, frynim, paktën këtë e kam nga eksperienca ime, fryni atë dhe dela i topi, ato plucka tani janë, sepse janë krijuar nga njerëzit, sepse ne jemi krijues, por ne sigurisht që çdo individ krijon për ne për lehtësinë tonë, por çfarë ndodh? Ne vetë si qenie njerëzore, ne i kemi kthyer gjërat në kurriz të vetes tonë, vetëm e vetëm për përfitime. Megjithatë, kjo është temë tjetër, edhe në këtë rast është do të përdorni këtë mantër, mbajeni shënim, tuajini me zë të lartë, pra je ulur me veten tënde, pra në mëngjes je ulur me bëje praktik çdo ditë për të lidhur me hapësirën tuaj, me shenjtoren tuaj. Dhe në këtë rast, mbasi ke marrë frymë, je qetësuar, pra e ke krijuar këtë dritë, dhe drita është mrekulli, është ajo që je dashuri, je mrekulli. Dhe në këtë rast është me zë të lartë. Pse me zë të lartë? Se ju filloni të
krijoni komunikimin tuaj, të flisni dhe në këtë rast e ndjen komplet trupi juaj, të ndjen komplet hapësira, vetja juaj dhe filloni. Kjo është hapësira ime e shenjtë. Këtu jam e sigurt dhe jam në paqe dhe në dashuri kudo. Faleminderit. Tjetër është, gjatë ditës ne sigurisht që ne jemi, pra, do t'jetojmë dhe a i shërbeni familjes, a punoni, a kujdeseni për fëmijët e tjerë, që të gjithë jeni, pra, në fundit kjo është jeta. Por, bëhet fjalë tani që në këtë afat kohor të lidhemi me veten tonë dhe e dyta është, masi ju ktheni ose kudo çfarë bëni që është koha e fundit të ditës, ndoshta dikush bëni dush, ndoshta jo, por të uleni përsëri me veten tuaj dhe në këtë rast shikoni pra që vjen një dritë nga koka juaj, ose si ai dushi, koka e dushit që nxjerr ujin, pak shikojeni veten që ju vjen një dritë nga trupi, nga koka juaj dhe ju pastron gjithçka. Pra relax dhe lëshoni gjithçka. Dhe ndërkohë, para se të flini, duke krijuar në ambientin tuaj, kujdes me telefonat, nuk keni pse i mbani, është drejta juaj, por nuk keni pse i mbani afër komos tuaja, largoheni pra për karikimin të tashme, me qëllim që të krijoni një energji të pastër dhe në këtë rast të përdorni mantër tjetër. Faleminderit që natës jam e mbrojtur dhe jam dhe fle në një gjumë në paqe. Pra duke përdorur këto gjëra, ju arrini që të krijoni çdo ditë, po kur them rutinën tuaj, dhe me ato gjërat që ju bëni vetë, lutjet tuaja, dëshirat tuaja, apo mantrat që keni marrë tjerë që të gjithë jeni unik, hap pas hapi ju krijoni lidhjen tuaj me hapësirën tuaj, shenjtoren tuaj, që është zemër, dhe kjo zemër ka të gjitha mrekullit, ka dashurin pa kushte, ka dëmshurin, ka minjojen, ka falenderim, ka atë që ju drejton të bëni gjërat që ju bën ju të lumtur. Dhe kur mos harroni se çdo gjë në këtë univers të bollshëm është energji, dhe ne jemi energji, sepse jetojmë në këtë tokë. Ajo që kërkohet është që të gjithë lëreni kontrollin të rriqet, nuk keni pse kontrolloni jetën. Jeta është një mrekulli në qoftë se doni ta shikoni me syrin e bukur të saj. Dhe filloni sepse jeta është një mrekulli dhe ndërkohë lëreni besimin tuaj, pra këtë shenjtore, t'ju drejtoj ju. Dhe tani le të fillojmë në lidhje me si të veproni me hënën e plot në peshore. Është që njihet zona e dashurisë, është me numri 7 dhe numri 7 në vetvete ka të bëj jo vetëm me marrëdhëniet tona me partneritetin ton, por edhe nga ana e astrologjisë përfaqëson planetin Neptun, për të cilën na lidh me shpirtin ton dhe është një planet që ka të bëj ndikon shumë nga ana jonë në kolektive. Mësoni që në këtë hënë të plot ju do të ndjeni pra do të keni emocione, alarm emocionues me qëllim që të arrini ku jeni në ekuilibër dhe ku jo, në lidhje me dashurin, pra me veten tuaj, me dashurin e vetes tuaj, a është vetja juaj, a është partneri në krah, a pjesëtarët e tjerë, që të gjithë jeni unik. Mësoni që kjo hënë është që kërkon, mesazhi është që kërkon që ne të rriqemi dhe të investojmë pra energji me veten ton, me anën ton të majtë të zemrës ton, dhe në këtë rast është për shembull partneri vetja juaj, pra për të arritur të kuptosh në lidhje me dashurinë, sa i doni veten tuaj, a jeni duke i dashur veten tuaj, apo jeni duke vazhduar akoma, duke lënë minjan veten dhe duke bërë për të tjerët, pra bëhet fjalë të lidheni me anën tuaj të majtë të zemrës,
në këtë rast, me veten tuaj, ndoshta me partnerin në krah, ndoshta me marrëdhëniet e tjera, shok biznesi, apo miq, çfarë ju keni, apo kundërshtarët tuaja, apo eksi juaj të tjera, pra në lidhje me të gjitha marrëdhëniet që ne kemi. Tjetër është që kjo hënë është që kërkon nga të gjithë ne, me të vërtet që të arrim dhe që ne, pra kujdes ju që jeni të lidhur me shpirtin, që ne po kujdesemi për veten tonë, por tani edhe të kujdesemi dhe për dikë tjetër. Ndërkohë është të krijoni një ekuilibër, pra në lidhje me veten dhe me çdo marrëdhënie për të cilën ne kemi, dhe nëse në këto marrëdhënie është që nuk ka më diskutime, nuk ka më kompromis, nuk ka më qartësi, nuk ka më, pra si thua, ndjehet që i ka ardhur fundi, atëre është me të vërtet kjo hënë e plot që ju fton të merrni vendim, sepse ndryshe nëse ju do të qëndroni me dyshim, ju do të prisni mbas një viti tjetër, pra procesi juaj do të jetë i ngadalshëm, sepse askush nuk kthehet më nëse ju jeni dorëzuar shpirtit, askush nuk mund të kthehet më si dikur, sepse është ndryshuar energjia. Vetmja gjë është që ju do të rriteni dhe ju do të filloni nga fillimi, se kështu është vetë procesi, kështu është jeta. Si ndryshojnë stinë, ndryshojnë ne, si ndryshojnë në nënë, pra ndryshojnë dhe ne. Dhe ashtu si lumi shkon drejt, pra në këtë rast shkon drejt dhe do të derdhet diku në çdo, është edhe jeta jonë, ne do të shkojmë diku. Ne nuk jemi fëmijë, por ne edhe një ditë e dim që do ta lëmë këtë tokë, sepse kështu është krijuar, është jeta e përjetësisë, shpirti jeton, ne si qenie fizike e lëmë këtë tokë. Tjetër është, pra bëhet fjalë që në anë për marrëdhëniet që nuk shkojnë, dhe me të vërtet nuk ka, që të gjithë ju do ta ndjeni sidomos në lidhje me, në këtë rast po marr një shembull me eksin tuaj, nëse ju keni bërë një punë të mrekullueshme dhe keni kuptuar tani që nuk ka shans, sigurisht që ju do ta falni eksin tuaj me qëllim që të lironi emocionet që ju keni patur me të tjerët, dhe kjo duke i dërguar dashuri, pra duke e falur dhe duke i dërguar dashuri, në fundit ka qenë jeta juaj dhe në këtë rast nxore mësimet, pra u përballe, është që ju do të liroheni. Pra është koha që të vendosni për marrëdhëniet që me të vërtet nuk kanë funksion, jo është jo. Tjetër është që ne do të lëmë mënjan problemet në lidhje me dashurin, në lidhje me marrëdhëniet. Dhe në këtë rast bëhet fjalë është që jo vetëm për marrëdhënien tuaj romantike, por edhe në lidhje me marrëdhëniet tona me të kaluarën, me eksperiencën tonë, pra ato që ne kemi pat marrëdhënie me njëri tjetrin. Në këtë proces të bukur të zhëzimit të shpirtit është një mrekulli, sepse ne kur ndryshojmë energjinë, ne jemi të vdekur. Pse themi të vdekur? Sepse ne ndryshojmë. Ne e kuptojmë që ne nuk i përshtatemi më kësaj bote. Pra ne e kuptojmë që si mendja, si gjithçka në trupin ton është bosh, është shkatruar. Dhe në këtë rast, ajo që ne arrim hapas sapit në proces, dhe pse është procesi vështirë, ne arrim të kuptojmë që kur dikush na irriton, ne mësojmë më shumë për veten tonë, se sa dikush që nuk na irriton. Pra pranojni këtë proces të mrekullueshëm. Dhe në këtë rast edhe energjinë e nënës sënë, si po flas për nënën, që ju sjell në sipërfaqe emocionet tuaj, ju sjell në sipërfaqe edhe nga ana çfarë ju sjell mendja juaj, dhe pse ka tension, sepse ne jemi lidhur me veten tonë, dhe pse ka tension, edhe pse marrëdhënia jonë është e mrekullueshme, sepse e ndjen dhe ka tension, përsëri kjo është një mrekulli, sepse na bën që ne të çlirohemi nga çdo lloj emocioni që nuk na përshtatet, që nuk është me të vërtet
energji e blokuar, sidomos në zorët e barkut, sepse këtu është e kaluar ajon, ashtu si kurse dhe jetë mendore për të cilën ekziston frika që është iluzion, apo çfarëdo lloj konfuzioni që ju sjell mendja, sepse është ajo që ne kemi krijuar një lloj ego me impulset, ne jemi impuls, po në këtë rast lirojmë nga impulset e lënduara që kanë bazë frikën, sepse që të gjithë ne jemi të huazuar nga sistemi, nga kudo nga marrëdhëniet që ne kemi patur, që ne të bëjmë si bëjnë të tjerët, dhe mundësisht të jemi, pra edhe atyre ku nuk ndjehemi mirë, të qëndrojmë, të jemi ne. Pra, çfarë do të thotë? Kjo na ka bërë që ne të humbasim ndjeshmërinë si dikur fëmijë. Prandaj e gjitha bëhet që na nafton që të pranojmë këto lloj ngacmimesh që na vijnë, sepse është për të mirën tonë. Duke qenë se është zona me numër 7, e gjitha bëhet sa më shumë ne të arrijmë në ndjeshmërinë tonë, aq më shumë ne do të lidhemi me shpirtin ton, aq më shumë ne do të lidhemi me shenjtoren ton, me zemrën ton, aq më shumë ne do të jemi në gjendje që duke dashur veten, ne do të vazhdojmë kthejmë energjinë ton, ne do të duam të tjerët, dhe edhe më gjerë që të gjithë ne jemi unik, pra ne do të veprojmë me dashurinë hynore, me dashurinë që e kemi që të gjithë në zemër, dhe prandaj jemi ftuar të lidhemi me veten ton. Mësoni që kjo hën është për të gjithë ne që kemi bërë një punë të mrekullueshme, ju ndoshta do ta ndjeni nëse keni vazhduar të ndiqni shpirtin tuaj hap pas hapi, pra ndjeni ndryshime, ndjeni rritje, ndjeni fillime të reja, sepse kështu është procesi, ndoshta e kuptoni që e ndjeni se ku ndodheni, dhe e ndjeni që në lidhje me marrëdhëniet tuaja është që diçka e mrekullueshme ka ndodhur me ju, dhe për ato që kemi vetë ne në lidhje me veten tonë, në këtë rast me marrëdhëniet që ne kemi punuar, është që ne kemi vendosur jo ku është jo dhe po ku është po. Dhe në këtë rast ndoshta po marr shembullin, ndoshta keni qenë në një marrëdhënie që jeni divorcuar, mund ta keni lënë ju, dhe tani e kuptoni që ka shans, pra që mund të rilidheni, dhe jeni ju që e ndjeni, ose është tjetra që e kuptoni që është e destinuar për të qenë e ndarë, sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Ndërkohë është që shenjë tjetër që ju ndihmon në anë është do të keni pra do të ndjehet një lloj lufte për pushtet, dhe kur them për pushtet bëhen nga ana mendore. Pra në njëri krah ju ndjeni nevojën tuaj, por në krahun tjetër është që kjo kërkon që ne t'i japim vëmendje dhe dikujt tjetër, pra në lidhje me dikë. Pra jo vetëm për veten tonë, por dhe me dikë, dhe në këtë rast partneri juaj ose partnerja juaj, apo shefi në punë, apo kë keni ju pronar, apo në lidhje me mikun tuaj të tjera, gjithsesi e gjitha bëhet po ashtu me veten tuaj, me personin tuaj të rëndësishëm, se ndoshta jeni që keni zgjedhur veten tuaj. Ndërkohë është shenjë tjetër është që të gjithë ne të gjejmë ekuilibrin edhe në lidhje me atë çfarë jemi duke menduar për veten tonë dhe çfarë jemi duke menduar për të tjerat. Pra jeni të vëmendshëm, jo vetëm nga ana emocionale, por edhe nga ana si janë mendimet tuaja për vete dhe për të tjerat. Ndërkohë, kjo hën na sjell dhe tjetrën që pra kush janë ndjenjat tona, kush janë emocionet tona, pra për të cilën kërkojmë vëmendje që ja u sjell trupi juaj, me qëllim që të arrini në ekuilibër. Pra ju ndihmojni dhe ju duhet të ndjeni këtë, sa më shumë ju ndiqni shpirtin tuaj, dhe kjo është edhe në këtë rast na ndihmon që të lidhemi me ndjenjat dhe me emocionet që ne kemi edhe për dikë tjetër, me qëllim që të arrijmë në ekuilibër. Dhe në këtë rast, për të gjithë ju jeni të ftuar të përdorni aftësitë tuaja, intuitën tuaj, për të hyrë në diskutime me të vërtetë që t'jenë, pra si ndjeni në marrëdhënie që ju jeni,
qop me vete, qop me të tjerët, dhe me këdo që i keni, për të mbyllur dhe për të lidhur, se në fundit ne jetojmë në këtë jetë, dhe mund të keni partnerin që është në energji tjetër, familjen e të tjera, përsëri ne të jemi në gjendje që të lidhemi, të jemi fleksibël, të jemi me të vërtetë në kompromi, dhe kjo është bukuria për të cilën ne do të arrijmë në ekuilibër. Pra bëhet fjalë, ne nuk mund të ndryshojmë kërkën, kush kërkon ndihmë ne do ta ndihmojmë, por të jeni të sigurt sjellja juaj, si do të doje ti të duan të tjerët, bëje ti tani, pra duke u sjell me kompromi, me dashuri pa kushte, me mirësi, dhe kjo është bukuria që ne të rreqim, pra marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin, sepse që të gjithë ne e kërkojmë dashurinë, që të gjithë ne e kërkojmë të kemi respekt për njëri tjetrin. Atëre, duke e filluar me veten tonë, kjo do të bëhet jehona, dhe ky është shekulli më i rëndësishëm i këtij për të cilën ne si që njerëzore, jo vetëm që jemi ndërgjegjësuar nga ana kolektive se çfarë ndodh në botën jashtme, por ne do të vetëdijsojmë me veten tonë se çfarë po ndodh me ne, sidomos në lidhje me veten tonë, me sekretet tona dhe me jetën tonë, eksperiencën e jetës tonë, nga fëmijë deri më tani. Pra nga një krah ne ndihmohemi nga e kaluara, nga karma e vjetër, nga energjia e universit, sepse është niveli i shekulli i ri, është niveli i afatit kohor më të lartë, por në krahun tjetër jemi të ftuar, dhe kjo ju fton që të vazhdoni të kuptoni marrëdhëniet që ju keni ju me të tjerët. Se ky është misioni i shpirtit, që ne ndihmohemi, ne mësojmë dhe ne krijojmë. Ndërkohë është edhe energjia. Çfarë do të thotë me energjinë? Kjo ka të bëjë që ndikon tek të dy shenjat, sidomos të zjarit dhe të ajrit. Zjari që është dashi, është luani, është dhe shigjetari, sikurse edhe ajri, binjaku, peshorja dhe ujori. Shënim ndikon tek të gjithë ne, se në rrotullohet rreth tokës dhe gjithmonë ajo ndryshon fazat e saj, ndryshon mendimet, ndryshon emocionet, dhe këto i ndjejmë dhe ne në çdo fazë të saj. Mësoni që kjo energji e kësaj pra anës së plot ka të bëjë me atë që të gjithë jemi të fokusuar në lidhje me marrëdhëniet tona dhe me partneritetin tonë, me vete apo me romantiku. Kush është i rëndësishëm për ju? Ju do të bëni këto 5 pyetje, i çdo gjë anët e plota kanë pyetjet, me qëllim që duke ulur me veten tuaj, edhe nëse nuk keni mendime, të thoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, dhe kjo ju bën që të ecni përpara në jetën tuaj. E para, a jam e shqetësuar në përgjithësi për pamjen time të jashtme? Pra me vërtetësi, ju lutem, jepini përgjigje. E dyta, a ka menduar shumë për të tjerët duke lënë mënja nevojat e mia? E treta, a ndikohem lehtë se çfarë të tjerët thonë? Dhe a jam në gjendje të jap përgjigje vetes time? Tjetër, a kam jetuar jetën përmes dikujt tjetër? Dhe e fundit, a kam kaluar mjaftueshëm kohë me veten time që të arrij hap pas hapi të krijoj atë që më kënaq mua? Duke i kthyer përgjigje me vërtetësi, ju arrini që t'i jepni mendjes tuaj, pra egos tuaj, hijeve mendore, atë që kërkon shpirti juaj, të vërtetën kush ju jeni. Kjo ju ndihmon, dhe unë këto i kam bërë në çdo anë të plot. Pra duke i kaluar çdo anë të plot,
ashtu si kurse dhe të rejat, se cila ka temën e vetë, ne arrim të, kemi mundësi të ndryshojmë, ne nuk është se do ndryshojmë, Diana është si që është, por kur te ndryshim, do të thotë që ne i bëhemi të vetëdijshëm nga ana, me veten tonë, pra nuk shojmë më vlerën këtë të tjerët, nuk vëm gishtin këtë të tjerët pra të se çfarë po ndodh, apo se çfarë ne shojmë, apo çfarë pret shoqëria nga ne. Përkundrazi, ne po lidhemi me veten tonë, ne po njohim veten tonë, dhe kjo është në anë ju fton që të gjithëve të shihni bukurinë e jetës. Jeta është një mrekulli, por që të shohim këtë bukuri të jetës, jeni të ftuar ju të shikoni me të vërtet bukurinë e jetës. Ju keni familje, ju keni fëmijë, ju çfarëdo lloj që të jeni beqar apo jo, ju jeni, ne jemi me njerëz, ne kemi gjithçka. Atëre, duke u lidhur me veten tonë për të liruar të gjitha emocionet dhe ndjenjat që na sjellin në anë, ashtu sikurse edhe çdo ditë, sepse ne jetojmë, ne kemi këtë shpirt, ne kemi këtë shenjtore, është që të lidhemi, sepse këtu është vlera jonë, këtu është misioni, këtu është drejtimi i jetës tonë. Kur ne lirojmë çdo gjë që nuk na shërben, në lidhje me sekretet tona, me modelet tona që nuk na përshtaten, nuk janë tona, por që ne i kemi huazuar, pa e kuptuar në rolin viktim, ne fillojmë të shikojmë bukurinë e jetës, prandaj në anë ju fton. Shikoni bukurinë e jetës, se jeta është një mrekulli, dhe është vërtet një mrekulli, por vetëm atëre kur ju të arrini në paqen tuaj të brendshme, dhe me mendime dhe sjellje veprimet tuaja, ato që ju bën ju të ndjeni të kënaqur. Ndërkohë është ekuilibri edhe energjia kërkon çfarë ju nevojitet ju, dhe si të kënaqni ju të tjerët. Pra, bëjni pyetje vjetës. Nëse ke nevojë për dashuri, atëre duaje veten. Si të kërkon ti të duan të tjerat, bëje ti tek të tjerat. Dhe kur mos harroni se jeni dashuri, kur mos harroni se kjo zemër po ju ban 24 orë, po ju ndihmon, dhe kjo zemër çfarëdo lloj sfidash që ne kemi kaluar, ne përsëri jemi këtu ku jemi. Ndërkohë është që të gjithë ne do të falim. Me anat e plota është o gjithçka o asgjë. Pra edhe kjo ju fton o gjithçka o asgjë për të marrë, për të arritur në ekuilibër, po ose jo në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me partneritetin. Mësoni që falja është që duhet, sepse ne jemi qenie njerëzore, dhe ne do të falim gjithçka dhe të gjithë jashtë vetes tonë, ne do të falim gjithçka dhe çdo gjë edhe brenda vetes tonë, për arsye sepse çdo lloj marrëdhënie që ne kemi patur ka qenë misioni i shpirtit, ka qenë misioni për të mësuar. Në fund të fundit të mësojmë në lidhje me karmën tonë. Dhe vjen një moment, ashtu si dhe Diana, që shpirti ka marrë mësimet e veta dhe ne zgjohemi. Dhe prandaj ju jeni këtu në këto video, sepse jeni në një moshë të gjeneracios time. Gjithsesi, në këtë kohë ka adhezime spontane për arsye sepse janë të rinj që janë me energji të mrekullueshme të universit dhe që nuk i përshtaten më fiksimit të rregullave që bëjnë qeverit apo çdo lloj instance. Nuk i përshtaten. Dhe në këtë kohë dhe ata tani janë lidhur me shpirtin e tyre. Ka shumë studentë që nëpërmjet mesazhit të prindërve apo të shoqërisë kanë ndjekur këtë lloj shkolle për diplomim, por e kanë lënë. Pse? Sepse shpirti i tyre i zgjoi dhe i tregoi që ata kanë dhunti, ata kanë talent, ata kanë vlerë. Dhe kjo është dhuntia e tyre që sot janë të hapur në univers, sepse nuk i përshtaten këtij sistemi. Dhe një mrekulli për gjeneracën time është ne duhet me të vërtetë, sidomos që ne jemi lidhur me shpirtin, dhe të gjithë ju që jeni me sëmundje, të gjithë ju që keni humbur
Fëmija apo partneritetin nga vdekja, apo keni patur probleme me shkaqe, aksidente të tjera, ju jeni të lidhur me shpirtin. Por pyetja është, mjaft e argjuat kohën duke parë social media apo televizi që japin qëllimin e jetës dhe sidomos në Shqipëri ai show në lidhje me e harrova emrin Big Brother. Ai është qëllimi. A është ajo për ju si prindër që jeni lidhur me shpirtin për fëmijët tanë mision për që ta dëgjojnë fëmijët tanë? Ai është qëllimi, ato janë duke grindur, duke dërguar, jo ti e ke fajin, jo ajo e ka fajin, jo unë duhet këta i duat. Kjo është thjesht ajo që ne kemi krijuar jetën dhe po jetojmë. Po a është jeta e vërtetësisë? Sigurisht jo, ju që jeni lidhur me shpirtin. Dhe ky është misioni që ne që jemi të gjeneracës, sidomos gjeneraca ime vite 60, 70, 80, ne kemi më të ngarkuara këto emocione të energjive të ulta, sepse ishte niveli kohori ullës, sidomos dhe edukimi me mësimet e Enverogjës, ajo hy në punë sot ato. Gjithsesi, ajo që kemi në këtë sistem është frika që ne na ka hyrë në palc, dhe kjo frikë është thjesht iluzion. Prandaj, ne do të lëm impulset e egos, pra mjaft duke vepruar me ego dhe duke vënë gishtin këtë tjerët, por duke u lidhur në veten tonë dhe në këto marrëdhënie, me që është kjo zonë e bukur, për të cilën duke qenë të vëmendshëm, do të kuptoni se ku ju jeni, dhe për të gjithë mund të jetë një fillim i ri, por të jeni të sigurt që veçërimi jon është nuk ka, mbyllet një derë, dhe në këtë rast mund të jetë marrëdhënia, për të cilën ju do të vendosni po se jo në këtë hën, por të jeni të sigurt që do të vazhdohet përsëri, sepse veçërimi jon është rritja e vetëdjesimit, shpirti është çdo sekond jeton, çdo sekond në jetë ka probleme, jeta është parashikueshme, por të jeni të sigurt që me vullnetin ton, duke ndjekur veten ton, duke bërë atë që na kënaq ne e përmirësojmë jetën tonë çdo ditë, sepse jeta është rrjedhë e zhvillimit të ndryshimeve kozmike në frekuencë të lartë dhe në ndryshmëri, dhe këtë ne do të sjellim në harmoni me zimin shpirtëror që është zbulimi i vetes tonë, se zimi do të zbulojmë veten tonë. Mjaft pam në botën e jashtme, por të hymë në veten tonë, dhe ky është shekulli më i rëndësishëm për të gjithë ne, me qëllim që të krijojmë. Duke nderuar veten tonë, ne nderojmë tokën mëm. Ne kujdesemi për mjedisin, ne kujdesemi për kafshën, ne kujdesemi për gjithë njerëzimin, me qëllim që të krijojmë një botë. Dhe për të gjithë ne, fuqin unike, hynore, që është kjo shenjtore, pra që e kemi në zemër. Zotin ne e kemi në zemër. Hapni zemrën dhe t'jeni të sigurt që jeta juaj do t'jetë akoma dhe më e lehtë, dhe jo vetëm për vete, për rreth dhe për të gjithë universin e bollshëm. Kjo është mesazhi për këtë video, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.